Se qytetarët e Kosovës janë lodhur dhe janë zhgënjur nga politika dhe zhvillimet e 2 viteve të fundit, kjo është dëshmuar më së miri në zgjedhjet e 7 qershorit. Mijëra qytetarë refuzuan që të dalin në zgjedhje e të japin votën e tyre drejtuesve të partive e kandidatëve për deputet. Kësaj kjo dëshmoi se politika në Kosovë ka të zgjatur çdo proces të formimit të institucioneve e ka dëshpëruar thellësisht qytetarët. E zgjedhjet e shpeshta kanë tërhequr vëmendjen edhe të mediave ndërkombëtare për shkak të ngërçit të vazhdueshëm politik. Shumë prej mediave të Evropës dhe të botës në përgjithësi raportuan këto ditë për zgjedhjet e shpeshta e të panevojshme. Mbi procesin e jashtëzakonshëm zgjedhor të 7 qershorit së fundmi shkruan edhe media zvisrane. Mandje disa gazeta zvisrane i kushtuan vëmendje të veçantë zgjedhjeve në Kosovë, duke publikuar analiza të detajuara mbi rezultatet dhe krizën politike në vend. Sipas raportimeve të tyre, partia e kryeministrit Albin Kurti arriti të dalë para në zgjedhje, por pa siguruar shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme. Njëra prej gazetave zvicerane paralajmëroi se Kosovës mund të rrezikohen fondet të Bashkimit Evropian në vlerë prej miliona eurosh si pasojë e situatës politike. Media zvicerane theksuan gjithashtu se qytetarët e Kosovës janë lodhur nga siç e quajtën ata bigjozi politik, ndërsa debatet politike në studiot televizive i krahasuan me një ring boksi. Në raportimet e tyre u përmendën edhe sfidat e vazhdueshme në arsim dhe shëndetësi. Sipas tyre, reforma thelbësore në këto sektor kanë munguar, ndërsa nxënësit kosovar vazhdojnë të rënditë ndër vendet e fundit në PISA. Po ashtu u theksua edhe përgjendje në sektorin e shëndetësisë, ku tha si një numër i madh i qytetarëve detyrohen të kërkojnë trajtim mjekësor jashtë vendit, veçanërisht në Turqi. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi i numërimit të votave për kandidatët për deputet është ende duke vazhduar. Pas përfundimit të këtij procesi do të numërohen votat e personave me nevoja të veçanta, votat me kusht se ato të diasporës.